Hapim seancën plenare. Sekretari për procedurat, votimet dhe etikën shtyu për të martën mbledhjen ku do të shqyrtohet kërkesa e Partisë Socialiste për përjashtimin e 29 deputetëve të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, mes të cilëve edhe Sali Berisha, për situatën kaotike që u krijua në seancën e sejntes. Vendimi u dakordësua pas kërkesës së kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, i cili kërkoi kohë që deputetëve të lihet kohë që të njihen me provat që mazhoranca ka paraqitur për përjashtimin e tyre. Keni dashur të fshini opozitën nga kuvendi, sepse doni një kuvend një partijak. Thojeni këtu, qëllim keni pasur për ngesën tonë në Këshillin e Imuniteteve, prandaj edhe u caktuat mbledhjen në orën 9. Kështu që propozoj të shtyehet mbledhja për javën tjetër, dhe secili deputet të njihet me provat. Partia Socialiste kërkon përjashtimin nga punimet e kuvendit me 60 ditë për deputetët Belind Kolliçi, Albana Vokshi, Fidel Kreka, Ledina Alolli dhe Denisa Vata, Klevis Balliu dhe Flamur Noka. Gjithashtu, Partia Socialiste kërkon përjashtimin për 30 ditë për Sali Berishën, Gazmend Bardhin, Elda Hotin, Besar Xhaferin, Xhelal Mziun, Bledion Albatin, Luciano Boçin dhe Sajmir Korreshin. Përjashtim me 10 ditë nga punimet e kuvendit u kërkua për deputetët Edi Paloka, Ina Zhupa, Klodiana Çapja, Oert Bylykbashi, Eno Bozdo, Tomo Realizoti, Ivi Kaso, Gent Strazimiri, Luan Baçi, Bledi Himçi, Greta Bardeli, Manjola Luku, Flamur Hoxha dhe Kliti Hoti. Deputetët demokrat ndezën flakadan, hodhën ujë dhe sende të tjera ndaj kryetarit të kuvendit, sikurse zaptuan vendet ku qëndrojnë ministrat, ndërsa her pas here u përplasën ashpër me punonjësit e gardës që garantojnë sigurinë në seancë. Mes tymit e kaosit, Endri Shabani bëri betimin si avokati i popullit, ndërsa mazhoranca miratoi ligjet në rendin e ditës.